Pas rënjes nga kategoria të ekipit të Vedatit, unë mendoj se zgjedhja është e duhur, edhe është vendi ku Vedati ndihet mas miri. Për sportistët është jashtëzakonisht ajo ndjenja e parë. Pritja ka qenë e atashme, tregon që Vedati ka pru vendimin e duhur në vendin e duhur aty ku publiku e don. Dhe hapi parë është shumë i mirë, me undi mirë. Pse atje nuk e ka dashur publiku? Jo, atje e ka dashur shumë, po me që është dashur me u largu prej Mallorcës, ka ardhur në Stamboll, shiqoni çfarë pritje dhe çfarë duhet unë me thonë për këtë lëvizje të Vedatit. Tash kjo lëvizje duhet me u lidhe ngushtë edhe me formën e Vedatit për ndeshjet që do të përfaqësoj Kosovën. Kjo është e rëndësishme. Unë jam i sigurt që do të jetë në përbërjen e parë dhe presim që forma e Vedatit jetë e duhur dhe kontribuojnë në ekipin e Kosovës në kualifikimet për Evropianin që na pres. Ka qenë dje në Kosovë, në Prizren, Vedati ka vizituar disa shkolla dhe i ka ndihmuar disa prej nxënësve të atyre shkollave dhe sot nga ora 18:15 ka pasur fytyrimin direkt për në Stamboll, ku më pas Fenerbahçe njoftoi se në ora 20